mendoni që do t'jap një shtys përpara duke qenë me njohjen që ka për ta çuar në gjykatën e drejtësisë, pra ndërkombëtare, apo do ta largoj apo do të kthehet pas, pra sepse kemi të bëjmë me një zyrtar që ka qenë tek grupi i parë. Politikën e jashtme tek ne e kanë diktuar të tjerë. Të paktën nga vitet 90 deri më sot është kështu. Dhe nuk pritet të ketë ndonjë ndryshim në politikën tonë të jashtme. Unë edhe një herë e them, shqyqyr që kemi disa shtete aleat si Turqia, Amerikë, që nuk lejojnë aventura të politikës së jashtme dhe veprime që çojnë, që cënojnë integritetin territorial të Shqipërisë. Se po të jetë për këta tanët, ne I kemi parë rezultatet e punës së tyre. Dhe unë personalisht nuk kam informacion për këtë person që është emëruar ministri I jashtëm, por e shoh me skepticizëm, ashtu siç kanë qenë të gjithë ministrat e jashtëm që se kanë patur iden fare se ç'është një politikë e jashtme e një vendi, cilat janë objektivat e politikës së jashtme, e të tjera të kësaj natyre, dhe pa një përgatitje të tillë, pa një aftësi diplomatike, ne emërojmë njerëz që të merren me këto punë. Kur politika jashtme, ashtu siç është 2-3 politika ka kryesore shteti, politikën e jashtme, politikën e mbrojtjes dhe politikën ekonomike. Në këto pika ne emërojmë gjithnjë dhe po e shohim atë rezultatin e qeveritarëve të emëruar në këto poste. Unë nuk paregjykoj veprimet e ministrit I jashtëm, inshallah, domethënë pas përdorim një shprehje të zakonshme tek ne, që të bëj diçka në interes të mbrojtjes së vendit. Por sa të mësoj ai problemet e politikës së jashtme e tjerë, I ka radha do ikin se do vi tjetri. Të lutem vetëm me që jemi te politika e jashtme edhe tek luftat të dyja tonat. Ky bordi I paqes ra tani apo jo? Sepse se pyeti njëri fare për luftën në Iran. Tani bordi I paqes unë e përcaktova dhe radhën e kaluar që ky bordi I paqes kishte qëllim të nxirrte jashtë loje OKB-n në radhë paqe. Pastaj të gjithë këto të tjera mekanizmat e tjera që vijnë. Presidenti Trump, duke dhënë një goditje ndaj Iranit, vërtetoi që OKB-ja e të gjitha Këshilli I Sigurimit e dy janë jashtë loje, janë sa kukulla prej letre. Tigër për letre. Sepse në qoftë se do e marr nga ana profesionale, unë e thash që operacionet e dhëna mbi Iran ishin perfekte. Të studiuara, të përgatitura mirë e bukur. Por nga ana tjetër janë operacione terroriste, sepse një shtet s'ka të drejtë vetë sulmojë një shtet tjetër pa patur një shkak. Pra, Amerika dhe Izraeli, nga pikpamja politike, kryen një veprim terrorist mbi një shtet duke vrarë njerëz atje të faqshëm e të pafaqshëm. Dhe në këtë rast, Trumpi ase vrau mendjen fare të mirë një vendim të Këshillit të Sigurimit për të ndërhyrë në Iran. Ase begenisi fare, kjo do të thotë që OKB-ja është inekzistente. Sepse OKB-ja punë e parë që do bënte, ose do autorizonte një shtet për ndërhyrje për problemet e regjimit e tjera në Iran, ose do autorizonte, ose do kritikonte sulmi që u krye, sepse sulmi u krye në shkelje të të gjitha rregullave dhe ligjeve ndërkombëtare. Kështu që OKB-ja jashtë loje dhe këtë punë bën bordi I paqes. Bordi I paqes tani mund t'ja ndryshojmë dhe titullin, ne do vëmë bordi I luftës. Është e saktë, sepse unë paqe do bëj për atë që më intereson, për atë që nuk më intereson, unë do shfrytëzoj këtë bord për luftë. Dhe tani nuk guxon asnjëri, as OKB-ja jo është jashtë loje, BE-ja jashtë loje, janë ca reagime të dobta
Ashtë e përkarë, be? Jo Spanja, jo ato që nuk i llogarit njeri fare, Trumpi nuk i mori parasysh. Dhe Evropa është goxha fuqi politike dhe ekonomike e Evropa, nuk reagon fare në të drejtim. Pra ligjin e bën praktikisht më i forti, duke shkelur të gjitha ligjet dhe rregullat ndërkombëtare. Kështu që nga kopi pamjes sulmi mbi Iran është terrorist, pavarësisht nga problemet që ka Irani dhe që shqetësimet që krijon ai me gjithë botën. Po nga ana formale dhe diplomatike është veprim i gabuar. Askush nuk reagoi, kështu që duke mos reaguar asnjëri, kuptohet që Amerika bën ligjin pastaj bashkë me Izraelin ose në një aleat tjetër ku t'i duhet. Rusia po nuk reagoi se ka problemin e luftës të Ukrainës dhe i erdhi tamam në kohë që duke u marrë bota tani me Iranin. Rusia vazhdon ato historitë e veta me Ukrainën sepse s'kujtohet njëri që ekziston Ukraina apo jo. Zoti Abilaj, të falenderoj shumë për bisedën dhe për çështjen që trajtuam me shpresën që Bosart kthej nga ne të paktën dhe të mbytet sa më shpejt atje. Të lutemi që ky konflikt të zgjidhet me rezultate pozitive për të gjithë, edhe për atë popullin iranian që po ha bombat mbi kokë, edhe për gjithë rajonin që të gjejë një farë qetësie dhe të vazhdojë jeta normale. Të shikojmë si do të jenë rezultatet e veprimit të Amerikës, Izraelit dhe bordit të paqes që mbështesin këta.